Përshëndetje të dashur miq. Jam shumë e lumtur të ndaj sot me ju mesazhet në lidhje me hënën e plotë në këtë maj. Dhe në fakt është vërtet shumë interesante sepse nuk do të jetë vetëm një hënë e plotë në maj 2026, por dy hëna të plota. Njëra në datën 1 maj dhe njëra në datën 31 maj. Pra njëra në fillim dhe njëra në fund. Dhe edhe në energjitë që ato mbartin, do thoja që nuk është se e kam lexuar ende energjinë e hënës së plotë në fund të majit, por e ndjej vaj që kjo hënë e parë e plotë në datën 1 maj është vërtet shumë e karikuar me këtë pjesën emocionale, pasi edhe vetë është në shenjën e akrepit, që lidhet shumë me pjesën e emocioneve të amplifikuara, dhe vetë hëna e plotë që amplifikon edhe më shumë emocionet. Dhe mund të jetë pakës më e vështirë për të naviguar hëna e parë plot, dhe më pas hëna tjetër është një hënë më të çliruese me energji më të bukur. Dhe ajo që unë pash në fakt ishte si poli negativ dhe poli pozitiv, pra janë komplet e kundërta e njëra tjetrës. Dhe janë vërtet shumë të nevojshme dhe është vërtet diçka shumë e bukur që po ndodhin të dyja në të njëjtin muaj. Për të gjithë që ndiqni videot tona, besoj se e dini tani më se si ne navigojmë në leximin e energjisë. Si fillim do të ndalemi tek pjesa e energjisë së përgjithshme, çfarë ka mundur që të mbledh në momentin që kam mundur të ndjej këtë lloj energjie. Më pas do të japim sigurisht rituale për gjithë ju që preferoni të punoni me to, dhe do të shohim se çfarë do të na dalë rrugës, sepse gjithnjë edhe vetë surprizohem ndonjëherë nga mesazhet që dalin. Pjesa e përgjithshme e tham, ose më saktë hyrjen, që është hëna e plotë në shenjën e akrepit. Dhe vetë shenja e akrepit na sinjalizon që do të ketë emocione të amplifikuara gjatë kësaj periudhe. Unë vetë kam filluar të ndjej, kështu që nuk e di, dhe kjo video është regjistruar më të një javë para se sa vetë hëna e plot. Ju mund të ndjeni, dhe doja të cilësoja diçka që unë vërtet u ndjeva udhëzuar. Vërtet, për shembull, mesazhet për hënën e re ose hënën e plot janë më potente në periudhën kur hëna është në këtë periudhë, pra në këtë muaj që ju e shihni, nëse e shihni në kohë reale. Por, ndonjëherë, dhe ndoshta jo ndonjëherë, por gjithnjë, nëse video ju gjen edhe në një moment të dytë, kur kjo hënë e plot apo hënë e re ka kaluar, dhe nëse ju e ndjeni të arsyeshme, ju ftoj që të mos ta hiqni, sepse mund të ketë mesazhe aty për ju. Dhe nuk do të thotë gjë që nuk është periudha e hënës së re apo të hënës së plot. Mund të jetë mesazhi, ky mesazh që është folur për hënën e plot, për ju, që ndoshta është pas 2-3 muajsh, periudha juaj. Dhe ndoshta në atë moment juve ju duhet ky mesazh. Prandaj ju them që nëse ju e ndjeni të arsyeshme, do të thotë që është mesazhi për ju, nuk ka lidhje, është për te kohë dhe hapësirë si mesazh në momentin që ju gjen. Sepse edhe vetë vendos synimin për çdo video që të gjej personat e duhur, personat që kanë nevojë për këtë mesazh, personat që kanë një pyetje X specifike dhe do të gjejnë një përgjigje. Prandaj kurdo që t'ju gjej është një mesazh për ju. Duke kaluar tani tek energjia që lidhet me transformimin, pra jo vetëm emocionet të amplifikuara, por dhe transformim. Dhe vizioni që pash ishte një bet kocë, flutur, dhe në fakt i kam parë edhe si shenja në realitetin tim shumë të përsëritura, pra shumë bet koca, fluturat nga më të ndryshmet, shenja transformimi, ndoshta edhe gjarpër, nëse ju shikoni foto, flitet, nuk e di diçka e tillë. Madje duke ecur në natyrë një ditë, ishte një lloj bime e cila kishte disa si gjethe, por dukej si lëkur gjarpri, sepse ishin dhe të bëra kështu si spirale, dhe kishin rënë në tokë shumica, por ishte dhe e zezë. Dhe sa po e pash, direkt më kujtua lëkura e gjarprit. Dhe kjo mund të jetë një shenjë, jo domosdoshmë ose patjetër diçka që është tamam gjarpër për shembull, por diçka që ju kujton për të, apo diçka që mund ta shikoni në ëndër, apo thjesht si ky rast për shembull një gjethe që ju kujton për diçka tjetër. Dhe kjo është një shenjë, sepse përdoret kjo gjethe si simbolik për të simbolizuar këtë shenjën tjetër. Dhe ju mund të shikoni në realitetin tuaj shumë, për shembull bet koca, foto nga më të ndryshmet, apo flutura, apo numrin apo sekuencën më saktë 555, 141, që simbolizojnë edhe këto transformimin, sidomos numri 555 apo diçka në lidhje me numrin 5 që mund të ketë lidhje me ju. Këto janë gjitha shenja në fakt për të kuptuar më së shumti dhe ju se sa
rezonon për shembull ky mesazh për ju dhe se sa signifikancë mund të ketë për ju. Nga ana tjetër, kemi të bëjmë me çlirime të fuqishme të disa lidhjeve karmike gjatë kësaj periudhe. Për gjithë që nuk e dinë, lidhjet karmike janë ato lidhje që ndodhen në realitetin ton, e dim apo nuk e dim ne, për të na mësuar disa mësime specifike. Dhe në fillim këto lidhje nisin nga dëshira për të patur marrëdhënie me këtë X person, apo për të patur një marrëdhënie më të thelluar, dhe mund të jetë kjo qoftë marrëdhënie familjare, marrëdhënie miqësore, pra platonike, apo dhe romantike. Ju thjesht keni atë dëshirën që të jeni miq të ngushtë për shembull, apo të jeni partner jete, apo ku di unë, në familje të kaloni më shumë kohë me njëri tjetrin. Dhe kjo e ka një synim. Dhe mësimi mund të jetë qoftë nëpërmjet dashurisë, qoftë nëpërmjet sfidave dhe vështirësive, kjo është gjë tjetër pastaj, por më së shumti, ky çlirim tani ka të bëjë me lidhjet karmike që ju keni mësuar nëpërmjet vështirësive. Sepse e vërteta do dalë në pa, ju do të shikoni gjërat shumë qartë. Përgjithsisht hënët e plota shërbejnë si iluminim, mund ta shikoni si një llampë që iluminon situatën tuaj, gjithçka që ju duhet të dini, dhe mund të jetë në periudha të ndryshme për persona të ndryshëm. Prandaj dhe vjen shpesh si mesazh kjo temë, iluminimi, dhe ju do të shikoni qartë për shembull diçka që përsëritet në marrëdhënien tuaj, diçka që nuk ju pëlqen. Ndoshta ju ndryshoni dhe transformoheni dhe tani më i shihni gjëra ndryshe. Pra nuk jeni më një larvë, po jeni një flutur. Dhe tani më ju e shihni që ju jeni bërë për të fluturuar, dhe ndoshta për të qenë në një mjedis tjetër, dhe ndoshta gjërat që ju pëlqenin më përpara nuk ju pëlqejnë më tani. Bisedat, vendet ku shkoni nuk ju pëlqejnë më tani, dhe ju papritur keni këtë dëshirën që të ndryshoni diçka. Sepse ju keni ndryshuar dhe tani realiteti juaj duhet të ndryshojë, sepse është në përputhje me atë që ndodh brenda jush. Pra si fillim ndryshoni ju së brendshmi, më pas së jashtmi, dhe më pas realiteti juaj përputhet me veten tuaj të re, me dëshirat dhe preferencat tuaja të reja. Dhe ky është qëllimi i jetës, në fakt që ne të evoluojmë, të ndryshojmë, dhe sa më të adaptueshëm të jemi ndaj cikleve të jetës, aq më lehtë ne navigojmë në jetë për shembull. Sepse nëse ne jemi kokfort, apo nëse ne nuk e lejojmë veten të shkojmë me këtë rrymë dhe ritmin e ndryshimit, papritur mund ta gjejmë veten që po ju ushtrojmë shumë presion dhe duam apo s'duam ne kjo që të ndodh, por ne po e sforcojmë veten, dhe është si të thuash, rryma përsëri po na merr, rryma e lumit, sepse është ndoshta më e fuqishme se ne dhe duhet të ndodh. Por ne po notojmë kundra saj, dhe përsëri ne po shkojmë në këtë drejtim, por pse të mos ta lejmë veten që rryma të na marrë dhe ne të jemi të qetë, sepse kjo që kështu duhet të ndodh për më të mirën tonë, por ne tentojmë që të shkojmë kundra kësaj. Pra kjo është ideja dhe vizioni që më tregua. Nga ana tjetër, dëgjova një mesazh shumë interesant. Në përgjithësi ishte mesazhi që duhet keni fokus tek detajet së fundmi dhe janë shumë të rëndësishme për ju, duhet të shikoni për shembull detajet në realitetin tuaj, shenjat e ndryshme që mund të shfaqen për ju, ëndrat që do të jenë shumë potente, që mund t'i mbani shënim, ndjesitë që ju ndjeni, t'i shkruani, pra çdo detaj të vogël në jetën tuaj, t'i kushtoni rëndësi tani. Dhe të mos merrni asgjë për të mirë qenë, dhe të mos ta anashkaloni asgjë. Sepse nëse për shembull ju mblidhni detaj pas detaj, në fund të ditës ju do të keni një panoramë të qartë se çfarë po ndodh për shembull, apo përgjigjen do ta gjeni të pyetjes suaj në fund të ditës, pasi keni mbledhur gjitha këto pika. Prandaj është e rëndësishme ndoshta që ju t'i kushtoni rëndësi detajeve. Dhe për një grup më specifik, dëgjova që nëse keni një kontratë për të firmosur, nëse keni diçka që ka të bëjë me çështje ligjore, apo thjesht diçka që ju, sepse pash shenjen e firmës dhe dokumenta pafund, dëgjova shumë qartë që t'i lexoni me vëmendje, t'i kushtoni rëndësi detajeve. Sepse diçka mund të ndodhi nga më të papriturat, dhe gjithnjë duhet bërë shumë kujdes kur vendosi firmën në për dokumenta që ndoshta ju nuk i lexoni, sepse më pas mbani ju përgjegjësi për atë firmë që hodhët, dhe s'keni se çfarë të bëni më. Nga ana tjetër, të pjesën e përgjegjësive po e lidh shumë me faktin që qoftë edhe në marrëdhënie, ju mund të filloni të merrni më shumë përgjegjësi, në kuptimin që të merrni përgjegjësi për veprat tuaja. Pra për diçka që ju bëni, të mbani përgjegjësi për pasojat e veprimeve tuaja. Sepse ndoshta në të kaluarën keni tentuar që këto përgjegjësi t'i kaloni tek të tjerët, apo të mos t'i njihni, mos t'i shikoni, t'i injoroni,
Por tani më drita e iluminimit është kaq e fortë dhe ju i shihni kaq qartë dhe ndoshta ju keni ndryshuar dhe jeni transformuar, aq sa ju jeni gati të pranoni përgjegjësitë për veprimet tuaja, për vendimet tuaja, për ato që thoni dhe bëni në një marrëdhënie specifike, apo qoftë edhe në jetën tuaj, në marrëdhënie me veten tuaj. Dhe një vizion i bukur tjetër që pash ishte një pjesë tranzicioni. Pra, nga dimri ju po bëheshit gati për të shkuar në verë, për të shkuar në plazh. Dhe kjo ka një kuptim shumë të thellë, sepse nga një pjesë që juve ju dukej sikur asgjë nuk po lëvizte, sikur gjithçka kishte ngrirë, pra simbolizimi i dimrit, apo nuk ishte shumë frytshmëri sepse pemët ishin pa gjethe, lulet nuk ishin çelur. Ju menjëherë po shkoni në verë. Jo se pranvera nuk është e bukur, pranvera është sina ime e preferuar, por ky ishte vizioni që më tregua në kuptimin që edhe vetë ajo që ne folëm, pra nga poli negativ në polin pozitiv, duket sikur ju po bëni këtë kalimin, këtë hedhjen direkt në verë dhe këtë hedhjen direkt në det. Por kjo nuk duhet parë kaq me sy pozitiv, domethënë me sy pozitiv, por që deti simbolizon emocionet. Dhe këtu pastaj varet për secilin për jush mund të jetë ndryshme, ky det mund të jetë i qetë, dhe për këtë ju ftoj që edhe ju vetë ta shikoni se si e ndjeni. Nëse e vizualizoni detin tani, si e shikoni për jetën tuaj? Të qetë, dielli që shkëlqen, një fllatë të ngrohtë për shembull, apo vizualizoni një det me dallgë, zymtësi, qiellin gri, ndoshta ndonjë vetëtim, ndoshta një zymtësi në sfond dhe në horizont. Pra si e imagjinoni ju detin tuaj? Sepse kjo tregon shumë për gjendjen tuaj emocionale, për fazën e jetës suaj, dhe ju vërtet po kaloni nga dimri në verë. Por është në dorën tuaj të zgjidhni se çfarë të bëni në këtë det për shembull. Të merrni rrezë dielli apo të, siç tham, të shkoni kundra rrymës, pra ta lejoni rrymën t'ju marr ju dhe t'ju çojë aty ku duhet të jeni, apo të shkoni kundra rrymës dhe të bëni kokëfort dhe papritur të ndjeheni më keq se sa në fillim, të ndjeheni sikur keni shumë presion nga çdo njeri dhe çdo rrethana e jetës, dhe në fakt të presion po e shkaktoni ju. Sepse nëse ju shtroni presion vetes për të mos qenë të adaptueshëm, kjo reflektohet në realitetin tuaj. Prandaj është kaq e rëndësishme që së pari ne të jemi mirë me veten tonë dhe të hedhim syt nga vetja, pra të marrim përgjegjësi vetë për varkun tonë, për jetën tonë. Sepse kështu edhe e evitojmë këtë pjesën që nuk ja hedhim dot fajin të tjerëve, sepse nuk është gjë e mirë që ja hedhim fajin të tjerëve. Pra emocionet do të jenë të amplifikuara, dhe këtë e tham. Ju mund të ndjeni papritur ndjesi që të qani, dhe kjo është një ndjesi shumë e mirë sepse tregon që po të shironi emocionet, është një mënyrë shumë e mirë për të shiruar emocionet tuaja, dhe ndoshta mund të qani edhe për gjëra nga më të voglat, sepse gjeni emocionet një mënyrë që ju të mos jeni kaq kokëfort në pjesën që jo, nuk është mirë të qash, ndonjëherë është shumë mirë të qash. Madje kemi thënë më përpara që një popull, nuk e mbaj mend se kush, e kishin si ritual që mblidheshin të gjithë së bashku dhe kishin ritual që qanin së bashku, sepse kjo tregon sqarim dhe një sqarim në grup, pra që është edhe më e fuqishme. Thënë kjo, duke qenë se emocionet janë të amplifikuara, lidhemi me shenjën e akrepit, deti, vizioni që pam, edhe shumë të tjera, më lidhen me faktin që shumë e rëndësishme është çakra sakrale, e cila ndodhet poshtë pjesës së barkut tuaj. Dhe lidhet shumë me pjesën e pasioneve, të dëshirave tuaja dhe me pjesën e marrëdhënieve që ne folëm dhe me pjesën e emocioneve. Dhe nëse ju keni këtë detin që tham me dallgë apo keni emocione të amplifikuara që ndoshta nuk janë aq pozitive, por lidhen dhe me këtë marrëdhënie që ju po të shironi, marrëdhënie karmike, do të thotë që do të keni një farë çlirimi në çakrën sakrale, apo thjesht ju mund të ndjeni që keni një bllokim. Ose thjesht simptomat të tjera ose shenjat të tjera janë ndjeni sikur nuk keni të lidhur me pasionin tuaj, me dëshirat tuaja, ndjeni sikur nuk ju pëlqen më të bëni asgjë për një moment ose për një periudhë, nuk ju pëlqen të dëgjoni muzikë, nuk ju pëlqen arti, nuk ju pëlqen gjërat e bukura, ju pëlqen të kujdeseni për veten. Të gjitha këto tregojnë që ka diçka aty që duhet rregulluar në çakrën tuaj sakrale. Dhe nëse ju ndjeni të udhëzuar, sigurisht, jam shumë e lumtur të ndihmoj me këtë. Sinqerisht, për të qenë mikesha juaj në këtë rrugtim, sepse e di se ç'do të thotë të jesh në një rrugtim, ndoshta veten dhe të mos dish çfarë të bësh dhe
sidomos kur këto emocionet janë shumë të amplifikuara, është vërtet shumë e vështirë të navigosh. Dhe ndoshta ju duhet thjesht një dorë që të ndihmojë në këtë lumë apo det me dall dhe thjesht ndoshta një prezencë që ta dini që është aty për ju. Ndonjëherë kjo është ajo që vërtet njeriu ka nevojë, thjesht të di që ka dikë aty në këtë moment të vështirë, pa pritur asgjë nga ky person. Thjesht e di që e kam këtë person dhe e di që është aty për mua. Kështu që vërtet dua që të jem ky person për ju dhe jam shumë e lumtur tani më që dhe mënyra se si ne mund të kontaktojmë është lehtësuar nëpërmjet website-it verastarlight.com. Ju mund ta gjeni linkun në përshkrim në YouTube. Dhe sigurisht që mund të punojmë së bashku për çfarë do lloj gjëje që ju të keni, mund të më kontaktoni, qoftë edhe në email. Faleminderit. Diçka tjetër që doja të thoja është, në momentin që ju ndjeni këto emocione negative, ju lutem mos i injoroni, sepse shumica e njerëzve dhe ajo që unë me të cilën unë jam hasur, është që njerëzit kur kanë emocione negative dhe jemi njerëz, edhe unë e kam bërë këtë në fillim, sigurisht që askush nuk do t'i përjetoj këto emocione negative, dhe sigurisht që tendenca ime e parë dhe e njerëzve të tjerë që unë njoh ka qenë që t'i fusim këto në një dollap, në një kuti, në një cep që nuk i shohim dhe të mendojmë që nuk janë aty. Në moment ndjehemi shumë mirë, sepse ndjehemi, shoqyr shpëtova nga kjo, nuk po e shoh, nuk është aty, jam okay. Por kjo në fakt është më keq se sa vetë po ta merrje dhe ta përjetoj këtë emocion në moment, sepse është pikërisht si për shembull të kesh për të ngrënë një vakt. Por ju thoni po e lë për më vonë. Dhe më pas vjen një vakt tjetër dhe ju thoni po e lë edhe këtë për më vonë. Dhe më pas vjen edhe një vakt tjetër, sepse ju nuk e dini që i keni këto të dyja. E merrni edhe këtë dhe e vendosni aty. Dhe në momentin që nuk keni ku t'i vendosni më, kur vjen vakti tjetër, ju duhet të nxirrni dhe të çlironi vend dhe ju i merrni të gjitha këto vakte dhe i konsumoni me një herë. Po kjo është shumë keq për sistemin tuaj apo jo, sepse shkakton fryrje, ju mund të sëmureni prej kësaj ose thjesht nuk e bëni dot, është shumë bingarkuese për ju. Dhe kjo është analogjia që mund ta tregoj, pra nuk është se ka lidhje shumë me vaktin, por me faktin që nëse ju i konsumoni, po e marrim kështu, këto emocione që në momentin që ndodhin dhe ju i keni, të paktën keni kaq dhe jo më shumë të amplifikuara dhe shumë herë më e thjeshtë, sesa po të bëheshin edhe më shumë dhe më pas nuk dini se çfarë të bëni. Apo me detyra, me punë, nëse ju i lini të gjitha për më vonë, do ju mblidhen të gjitha kup dhe s'dini çfarë të bëni më pas. Prandaj është e mira që të mos i injoroni. Dhe e di që mund të jetë pak e vështirë, por në momentin që ju i kaloni dhe i çlironi, keni një shpërblim gjithnjë më pas. Keni këtë diellin që del pas reve, keni këtë ndjesinë e ngrohtë pas dimrit. Pra gjithnjë del dielli pas reve dhe gjithnjë pas shiut dielli shkëlqen më shumë. Dhe ky është shpërblimi juaj nëse ju shkoni në këtë proces. Që sigurisht përsëri jam këtu për të ndihmuar nëse keni nevojë. Por ky mund të shihet edhe si një proces alkemik për gjithë ju që jeni në këtë lloj faze, sepse për gjithë ju që vërtet ju tërheq ky si term apo kjo që ne do të flasim, do thotë që jeni në këtë fazë që ju mund t'i kaloni emocionet negative në diçka pozitive. Të gjithë mund ta bëjnë këtë, por jo të gjitha zhvillojnë si aftësi. Të gjithë ne jemi intuitiv, por jo të gjithë e zhvillojnë. Pra është, si të thuash, të gjithë ne kemi kapacitetin për të bërë sport. Por jo të gjithë shkojnë dhe bëhen atlet dhe bëhen sportistë dhe bëhen notarë të tjerë. Sepse nuk e zhvillojnë ndoshta si sport dhe janë të fokusuar në një drejtim tjetër. Dhe kjo është e njëjta gjë, pra në disa raste shumë prej jush, sidomos ata që janë empatik, janë thjesht të detyruar ta bëjnë këtë, sepse hasen me emocionet e të tjerëve dhe mësojnë se si ti menaxhojnë këto emocione. Kështu që ky mund të jetë një mesazh për ju, ndoshta ju jeni duke e përformuar këtë. Nëse keni nevojë, sigurisht përsëri jam këtu për ju, sepse personalisht kam mësuar se si ta bëj këtë gjë dhe mund t'ju ndihmoj dhe ju të kaloni këto emocione negative në diçka të bukur pozitive në jetën tuaj. Një mesazh tjetër specifik ishte që miqtë tuaj xheloz, ky ishte shumë specifik ndoshta për dikë për jush, do të vinë, do të duken, pra do të vinë në pa dhe do të duken se kush janë ata që ju duan të mirë dhe kush jo. Dhe do të habiteni se kush është. Kjo është ajo që dëgjova, sepse ndoshta mund të jetë personi më i afërt për ju, ndoshta mund të jetë dikush ju e doni shumë, por kjo dashuri nuk e lejon të shikoni shenjat e të tjerë, pra
Thjesht kjo është ajo që dëgjova që do të habiteni kur ta mësoni. Ëndrat i tham që do t'jenë të amplifikuara. Diçka, një mesazh më bukur që dëgjova ishte: asaj që ju i fshiheni, ajo është përgjigja ose çelësi, pra përgjigja që ju kërkonit ose çelësi i lirisë suaj. Pra ta lexojmë edhe një herë. Asaj që ju i fshiheni, kjo është përgjigja e pyetjes suaj dhe çelësi i lirisë suaj. Dhe ishte vërtet mesazh shumë i bukur dhe i thellë, sepse për shembull, çelësi i lirisë suaj mund të jetë të përjetoni këto emocione, asaj që ju i fshiheni. Çelësi i lumturisë suaj dhe përgjigja që ju kërkoni mund të jetë që ju të shikoni qartë që këta persona nuk ju duan të mirën dhe këta mund të jenë njerëzit tuaj të zemrës dhe ky është çelësi i çlirimit tuaj. Apo asaj që ju i fshiheni, për shembull, ajo që është mangni të bëni, falja, është ajo që është çelësi i lirisë suaj, por ju nuk e bëni. Dhe nëse ju vërtet dëshironi të jeni të lirë dhe sillni ndërmend të shprehje, ndoshta mund të vinë ndërmend situata juaj specifike se për çfarë ka të bëjë. Dhe përveç çakrës sakrale që ne folëm, diçka tjetër që u ndjeva e udhëzuar të them është që në lidhje me këto emocione, ju mund të keni bllokime në vende nga më të ndryshme. Pra s'do të thotë që mund të jetë thjesht në çakrën sakrale që lidhet me emocione dhe me marrëdhëniet. Ju mund të keni bllokime në çakrën e fytit. Mund të keni dhimbje, bllokim, mund të duket sikur keni diçka që nuk ju lejon të flisni, koll të papritur, pra nëse nuk lidhet me diçka si për shembull grip apo diçka tjetër, thjesht keni koll papritur gjatë kësaj periudhe, sepse kjo tregon që ju s'po flisni të vërtetën tuaj. Kjo tregon që ju jo vetëm nuk po flisni, por nuk po tregoni të vërtetë dhe të sinqertë me veten tuaj, me vlerat tuaja. Po ndrythni vlerat tuaja thjesht që të pranoni nga shoqëria apo të jeni diku në një grup shoqëror. Edhe kjo lidhet, pra jo vetëm çështja që të flisni, por edhe sa të vërtetë jeni ju me veten tuaj, sa të sinqertë jeni ju me çfarë ju ndjeni, dhe më pas lidhet faza që sa të sinqertë jeni ju me të tjerët për ato që ju ndjeni. Mund të keni bllokim për shembull në çakrën e syrit të tretë, sepse ndoshta nuk shihni qartë këto persona që nuk ju duan të mirën apo rrethanat jetës ju duhet të ndryshoni, apo nuk po shihni qartë që duhet shkoni me rrymën dhe ju po shkoni në drejtimin e kundërt. Me rrymën në kuptimin me rrymën e energjisë, për shembull, që dëshiron më të mirën për ju dhe që ju çon drejt manifestimit tuaj, drejt jetës suaj më të mirë, por ju nuk e shihni që kjo është rruga e duhur. Dhe ndoshta tentoni që me kokëforcin tuaj të dëgjoni mendjen dhe logjikën dhe të shkoni diku që s'ka lidhje me atë që ju donit, manifestimin tuaj eventualisht. Pra mund të keni ndjesi si dhimbje koke, mund të keni ndjesi për shembull shikim blur, si mund ta them, që nuk shikoni shumë qartë. Dhe këto mund të jetë shenja aktivizimi në fakt, që ju po aktivizoni për të parë më qartë. Ndoshta për gjithë ju që nuk pranon ose nuk jeni konfident në veten tuaj ose nuk dini vlerën tuaj, mund të keni probleme me tretjen, pra në çakrën e pleksusit diellor që ndodhet në pjesën e stomakut. Mund të keni probleme me tretjen, mund të keni probleme dhimbje stomaku. Dhe mund të ndjeni bllokime në këtë çakrë në momentin që ju nuk dini vlerën tuaj ose nuk e njihni vlerën tuaj, nuk ndjeheni konfident apo të vlefshëm për diçka X që ju doni. Mund të mos ndjeni të sigurt në disa marrëdhënie dhe stable në jetën tuaj, pra mund të duket sikur gjërat po lëvizin shumë shpejt në këtë transformim tuaj dhe mund të keni pra probleme me çakrën e root chakra dhe probleme me kyçet, probleme me këmbët e të tjerë që s'ka lidhje shëndetësore, thjesht papritur për shembull ju dhëm gjuri dhe ju papritur ndjeni frikë dhe nuk ndjeni të sigurt, nuk ndjeni stabilitet. E shumë të tjera si këto. Këto janë ato që ndjeva, por mund të ketë shumë të tjera dhe nëse ju vërtet keni dëshirë dhe nevojë, jam këtu për ju për të ndihmuar me rituale, me afirmime, me reiki, me gjithçka që juve keni nevojë që t'ju ndihmoj të navigoni sa më thjesht në këtë periudhë të jetës suaj. Pra frikrat që mund dalin sipërfaqe, mund të jenë frika që thjesht të çlironi pritshmëritë. Frika që të lini pas të shkuarën apo këtë X person, frika që po humbisni kohë, frika që s'keni kohë mjaftueshëm, frika që koha po ju ikën, apo mund të dalin obsesione në pagë, se periudhë mund të filloni për shembull diçka që ju e keni si obsesion në momentin që keni stres apo ankth, ju filloni konsumoni më shumë se sa duhet, sepse nuk ndjeni të sigurt dhe doni që të ndjeni sigurt në trupin tuaj,
dhe konsumoni më shumë se sa duhet. Ose për shembull overthinking dhe të mbi mendoni më shumë se sa duhet dhe të lodheni duke u menduar dhe nuk gjetet gjë. E të tjerë, pra këto janë disa nga frikrat që mund të dalin për ju në sipërfaqe. Dhe ritualet që u ndjeva uzuar në lidhje me këtë hënë të plot janë shkrimi i ndjesive, i detajeve sa më shumë, i shenjave dhe sinkroniziteteve që shihni në realitetin tuaj. Shikoni një bretkocë, shkruajini. Sot pash një bretkocë, mund të shkruani ndjesinë tuaj, çfarë ndjet, me çfarë lidhet kjo shenjë bretkoce. Mund ta kërkoni. Për shembull, bretkoca lidhet me simbolin e mirëqenies, prosperitetit, transformimit, adaptabilitetit, apo thjesht që të jeni të adaptueshëm me ciklet e jetës. E të tjerë, pra flutura lidhet me lirinë, e të tjerë, mund t'i kërkoni këto në Google, apo jo vetëm këto të dyja. Çfarë do lloj kafshe, simboli, insekti që ju shikoni në mënyrë të vazhdueshme. Dhe të shkruani shenjat për secilën, të shkruani kuptimin, kjo ndihmon vërtet shumë. Dhe detajet do të jenë përgjigja për ju në fund. Diçka shumë e bukur nëse ju keni për shembull mundësinë që të keni një lum afër, apo udhtoni në një vend që ka lum, ndoshta liçe, por lum më tepër, apo det, të fusni këmbët në ujë dhe kjo ju ndihmon shumë që ju të ndjeni të gëzuar edhe në ujë. Pra të ndjeni, si të thuash, të adaptueshëm edhe në momente që ka emocione të amplifikuara dhe në momente që ju ndjeni shumë emocione. Thjesht ky si ritual ju ndihmon që ju të kuptoni që jeni në rregull, jeni të sigurt, jeni stable, edhe pse ka emocione, edhe pse ka ujë, ju jeni me këmbë në tokë. Dhe me që është hëna e lules, titullohet, një ritual shumë i bukur është edhe mbjellja e një lule, tani më është edhe sezon shumë i bukur, ka lule pafund, dhe ju mund të mbjellni një lule thjesht për simbolik në këtë hënë të plot, që ju jeni nuk ka rëndësi se çfarë ndodh, ju fokusoni tek e bukura, ju fokusoni tek gjërat me vlerë, tek gjërat që vërtet kanë vlerë në jetën tuaj, tek gjërat që ju a bëjnë jetën më të bukur, ju shtojnë atë çintersinë dhe buzëqeshjen në jetën tuaj. Dhe është një simbol shumë i bukur. Shumë faleminderit, këto ishin gjithë ato që kam mundur të mbledh në lidhje me këtë hënë të plot. Shpresoj që këto mesazhe t'ju kenë ndihmuar. Do doja të dija opinionin tuaj në lidhje me kaq sa folëm dhe eksperiencën tuaj sigurisht. Shumë faleminderit që jemi në video tjetër. Mirupafshim.